Të një kohë e konë edhe pjesë e Baba Starsa pak. Po, Baba Records. Baba Records. Baba Records, po. Atër si në konë Starsa. Rekordsa. Po, atër që atër o konë që ajo... Rekordsa. Jena konë Rekordsa. Që atër o konë ajo... Shumë nuk e din që të sa njëre. Jo, nuk o out there, jo, fakt. Ajo konë që ajo koha e grupeve, ku edhe na me Orikin vendosëm mu po grup, ishin Chaosat, ishin Skillsat, do më thonë që ajo ish klika edhe shouts të kreta tynve kur nuk apëtën, kena pas shumë, kena kalu mirë, e kena bo qatë album. Unë nuk jam ndi shumë 100% që ajo është ajo që apëdu me bo mirë, po momenti o konë edhe ndoshta jo fokusi jam shumë i madhë, edhe pak peer pressure që mendon që ashtu duhet, po o konë projekt i caktum që ta përbojmë, edhe jo asë përbojmë asë kur gjo, po ta bojmë që ta këshynë me si energji kështu, apo mundet me hec tutje. A mo pak u vrejke që nuk po feten që aty me treptonën, në farë mënyrë. Absolut, jo, pajtona me ty 100%, ato kështu e thëmë, po kur farë hezitimi, ajo është një mësim që besoj se cili artist duhet me pas, dikush e ka në farë kongen, dikush e ka në farë albumi, unë e kom pas në atë album, kom edhe plot sanet tjera që nuk e kom gjetë vetëm, po still jam bojën dalë, ato e në pjesë e rukëtimit, buon pjesë e jotja, e veç mëson pi atynve, mos i thon gabimeve sesion, still jon orë të punës, jon në për studio, ka features, do me thonë, ato kanë me ndodhë dhe gjatë, veç shkojnë të reduktu ndoshta pak ma shumë, i këqyr pak features që i bën, edhe pse, edhe në atë aspekt nëse folim, unë për shembull e kom, jo, absolut jo. Ja, absolut jo, nuk mëj me mbajt si pishmon se të na dush me jetu me to, është eksperiencë që e kom kalu, jom konë momente shumë të mira, jom njëftu me njerëz shumë duhun, jena shku në për studiot ndryshme, e kena njëzu albumit e Trakla, do me thonë, eksperiencë ekstra, musically, lyrically e këse, aty ndoshta ka mujtë më konë pak ma ndryshe se që une pres prej vetës edhe qysh e shoh vetën, ndoshta jam konë pak ma ngurt, kom thonë, për thëmë që ta, dhe pse se kësha thonë, po kështu absolut pishmona nuk e kësha si kategorizu si pishmon është eksperiencë, ka pas efort, njerëz kanë punu në to, respekt për gjithë edhe Fix. Vazhdojmë tutje, është qashtu arti e ka të vjen momenti e bon nuk ndalet kur, nuk është që shumë mirë. Mundesh me thonë e bona çto e provova dhe po ri, të paktën unë qashtu e shoh.